Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimin kathira. Allahun e madhuar e falendrojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Lutim Allahun xhalla xhelalu që çdo aktivitet, çdo angazhim në këtë muaj të bekuar, Allahu të bën të bereqetshëm dhe shumë fesh të shpërblyer tek ai. Allahu na lehtësoj dhe që kanë mbetur, e i bëft shumë më të mira, më produktive, më përmbajtësore, sa ato që kanë kaluar. Ne jemi sot prapë në takimin e radhës, në këto takimet e sabahut, dhe jemi me disa trajtime të rëndësishme që janë realisht edhe përgjigje në një pyetje të madhe, kë e do Allahu Azza wa Jall. Kemi thënë se kjo është pyetje e madhe dhe besimtari krejt jetën e tij mja kushtu kësaj përgjigje ja vlen. Nëse nuk ka diçka më të madhe për neve, më të rëndësishme se Allahu më na dasht. Normalisht këto pika që po i marrim të ndërruar shërbejnë dy anshëm. Çka nuk kupton dy anshëm? Shërbejnë që Allahu më na dasht dhe shërbejnë që ne Allahun më e dasht. Nga se dashuria ndaj Allahut te vartë është nivele. Niveli më i zakonshëm është njerëz me dashur Allahun në mënyrë të përgjithshme. Po një dashuri të natyrshme. Por jo dashuri që realisht i lëviz drejt adhurimit. Dashuri që i lehtëson adhurimet. Kjo është nivel tjetër i dashurisë. Ne kërkojmë që të arrijmë nivel të dashurisë ndaj Allahut te barekuta që kjo dashuri na bën që adhurimet me i kry me lehtësi. Largon çdo hamendsi, çdo, domethënë, rezervë në raport me adhurimet e largon. Besimtari kur Allahun e don, pa rezervë, pa hamendje nështrohet, i përgjigjet. Shkak se dashuria është forca lëvizjes e tij. Kur Allahun e don, edhe sprovat pastaj kanë kuptim. E din që Allahu ja ka dërguar këtë sprovë, është i bindur se Allah nuk ja ka dërguar sprovë me shkatërru as me përshnu e as mbi mundësitë e tij, por ja ka dërguar një sprovë që duhet me di si me reagu. Edhe ka mundësi përmes kësaj sprovë më ngrit, edhe do shta me arrit shumë atej përse përmes negative. Në gjitha këtu qasje, kuptime i mundëson dashnia ndaj Allahut Azza wa Jall. Për këtë arsye, kjo dashuri është nivel më i lartë. Nuk është veç e natyrshme, por tash edhe është një dashuri e investuante, ti ke investuar. E ky investim bëhet përmes këtyre pikave. Dhe kur robi fillon investimin e tij praktik në dashnin për Zotin te barekuta, kjo është se Allahu po e don. Nëse nuk mundesh me e dasht pa dasht. Nëse Allahu xhallahu ala nuk don, nuk mundesh me e dasht. Dashni që po flasim për të. Është shkak se ka pengesa. Andaj kjo shkon në mënyrë reciproke. Mirë, por me që dashuria ndaj Allahut është më e lartë, më e rëndësishme, atëherë e kemi mërtuar sërin ke do Allahu, që nuk kuptohet se edhe kush e don Allahun. Kjo shkon në mënyrë reciproke. Deri më tani kemi përmendur të ndëruar Lazar disa prej faktorëve të rëndësishëm e që këta që kemi përmendur mundën që nën këta faktorë, nën këto sebepe me u rendit edhe shumë të tjerë. Veçanërisht kur bëhet fjala për disa adhurime të detajzuara. Sot do të flas për një sebeb të radhës që kush është i vëmendshëm e i kujdesshëm në përmbushjen e këtij sebepi, padyshim se ky sebeb është një rrugë e shkurtër që Allahu më dasht, po edhe që ti Allahun më dasht, dashni që duhet dhe që ai e kërkon. Të ndëruar në jetën e përditshme, pa kalu të niveli me Zotin, pa marrë nivel njerëzor, kur e don dikon, kjo dashni, a bën ndryshime në jetën tonë? Po, për shembull kur ti e don dikon shumë, kjo dashni a bën ndryshime? Bën ndryshime. Për një person që s'e ke njoft kurrë, për shembull se bëhet fjalë për u martu me dikon, s'e ke njoft, s'din kush është, por në një moment caktuar fillon që të shtohet një dashni, një respekt, një dëshirë me nejtë më shumë, është normal atë. Ose për shembull edhe fëmiu kur vjen, a e ndryshon gjendjen e jetës tonë? Po,
Dashnia për fëmijën tash bën pak më ndryshe. Do punë më i mat, më i kalkulon, apo bën ndryshime patjetër. Edhe në raport me këtë qoftë, bën ndryshime. Një nga ndryshimet më të theksuara që i bën jetën tonë dashuria ndaj dikujt është dëshira që më nejt sa më shumë me të. Nëse dashuria e kërkon këtë nej, kjo ndaj me të bëhet si ushqim për ty. Për shkak se dashuria kërkon dhe kjo dashuri nuk ngopet në largësi, por ngopet në afërsi, në ndaj. Dhe kjo është e natyrshme. Edhe në raport me Allahun te barekuta të ndërruar. Sa më shumë e don Allahun, po flas për dashuri, tash të investuar tek investuar për gadashni me këtë sebepe. Ki qef më shumë me të. Madje ki qef me u vetmu me të. Me najt veç ti me Zotin tënë. E kupton si një ndaj shumë private, shumë të këndshme, ku tash me ti e ki një raport veçantë me Allahun te barekuta. Dhe këtë e kërkon dashnia me Allahun te barekuta. Andaj, sikur që e ka përmendur Ibn Qayyim rahimullah, thot, nga këto sebepe është të vetmohesh me Zotin xhella xhelalu, veçanërisht në kohët kur ai zbret në qiellin e dunjos. Në kohëra që ka përmendur pejgamberi alayhi salatu wasallam se Allahu zbret në qiellin e dunjos. Në formë që ati takon në sim të ashtu në iluzionin tonë apo na mirë me pjesën që na takon neve, që ta shfrytëzojmë këtë kohë. Dhe Allahu i thret robët e tij, a ka kush lutet e ti përgjigjem? A ka kush kërkon falje, t'ia fali? Po. Ata që Allahun e dojnë, nuk e lejojnë që kjo afërsi e Allahut me robët e tij, kjo thirrje, kjo ofertë, realisht të troket në vesh të shërdor, në gjumë duke qenë. Jo, ata zgjohen në atë kohë që është pjesa e tretë e natës. Tash në Ramazan, padyshim që kjo është pak më ndoshta e shfaqur. Mirë po, edhe jashtë Ramazanit. Vazhdon kjo ofertë e Allahut azza xal. Vazhdon kjo thirrje e Allahut te barekuta. Prandaj kur Allahu të afrohet ty, cila është gjendja jote? Kur Allahu të thret ty, cila është përgjigjja jote? Nëse njëri është në gjumë, i hutuar, mirë me punë tjera, për shembull të kota, kalon natën punë pa lidhje, ku është përgjigja? E ai që e don rrin i zgjuar kur ai afrohet, që ati t'i afrohet. Dhe nuk është veç zgjim, nuk është veç emocion, por është një zgjim i organizuar. Ka agjendë që besimtarit din çka me bën këto situata. Por dhe thotë Ibn Qayyim rahimullah, e shfrytëzon li munagjati për me e thirrë Allahun te barekuta, për me e lutë, për me komuniku me te. E përjeton si thirrje të veçantë, si lutje të posaçme, si një komunikim shumë privat me Allahun e tij. E ka një përjetim se Allahu xhallahu tash veç ato për shikon, veç ato për dëgjon. E pse Allahu gjithë dëgjon? Nuk i përzihen zërat, nuk i përzihen gjuhët, nuk i përzihen kërkesat, lutjet. Sesën e ngan në mënyrë të veçantë, do pa e lënë dikon anash. Kjo është madhnia e Allahut azza xal, kjo është Zoti xhella xhelalu. Shikoni për shembull namaz, sa ishim tash në xhami, plot xhamia. Apo se cili kena bu lutje, kena bu do. Krejt Allahu në mënyrë të veçantë i ka trajtuar. Madje për shembull në Qabe, tash me miliona umregji që kanë shkuar, miliona umregji. Sa gjuha, sa kërkesa, sa thirrje. Ai duhet Allahu ndihmës që më ia dha kërkesat, më ia formulu dhe më ia përkthy, se duhet Allahu të asgjë. Prandaj të ndërmozër, nuk ka mes Allahut edhe robit ndërmjetësues. Nuk ka. Madje është i ndaluar ndërmjetësimi. S'ka nevojë. Ti me Allahun komunikon me gjuhën tënde, me formulimin tënd, me galet e tua, me brenget e tua, me nevojat që i ki, kërkesat e tua. Gjithë Allah i ndëgjon në mënyrë të veçantë. I ndëgjon e din. Edhe Allahu azza xal çdo kujt i përgjigjet ashtu si është mas miri që i përgjigjet. Kjo është madhështore. Andaj
Nëse kjo të ndërlozër si përjetim është shumë i këndshëm, kur ti je për shembull në mas njerëzve, e çka të vënë kur je i vetmuar, veç ti me Zotin tënë, e përmend, e thirr, e lexon fjalën e tij, dhe zemra tash rrej ndryshe. Dhe tashmë ti je i kthyer ka Allahu ndryshe. Tashmë aktivizohet edhe nga adhurimet më të dashura tek Allahu xhallahu ala, që është adhurimi i meditimit. Mediton rreth gjendjes tonë, raport me Allahun azza xal. Kjo këtë vetmi. Natën, kur angazhimet tash janë të fjetur, kur zemra është e qetë, jo ditën kur ka dinamik, ka angazhime, lutesh me atiki, kur del për xhamis me atiki, jo, tash gjumi, je zgjupi gjumit, nata është e qetë. Kërkesat fillojnë tek masabat, s'mënam për to. Zemra zbrazët, e kthyer ka Allahu azza xal, zbrazët nga angazhime, nga bara dunjas, ti edhe Zotit. Ti, apo me lëshimet e tua, ti me dobësitë e tua, ti me varfëninë tonë, ti me mëkatet e tua, edhe Zoti xhallahu ala me urtësinë e tij, e me begatit, e mirësinë e tij, e kujdes ndaj teje, bën bashkë në këto momente, dhe ti e sheh se ku e ki pozitën. Ti e sheh ku shi realisht, e një veten tonë në raport me Allahun azza xal. E kupton se i mang ti, e kupton se ki nevojë mu përmirësu, e kupton se kemi mu pendu, e kupton sa falënderimi është mungu që duhet mu plotësu, sa begatin e ke shfrytzuar, s'ke qenë mirënjohës, sa duhet e kështu me radhë, gjitha këtu e ki mundësinë me i kuptu në këto çaste, në këto momente. Andaj të kena mëse nevojë për izolime të tilla, për një lloj tërheqje taktike nga dinamika e jetës në thellësinë e natës, ku ti komunikon veç me Zotin tënd xhalla xhelalu. Për këtë arsye Allahu te barekuhu teala këtë komunikim, këtë thirrje, këtë veçim e ka bërë për pejgamberin e Islam kërkesën fillestare. Fillim ende kur gjë s'ka filluar diçka konkret, i ka thonë Allahu azza wa jall qumi lejla illa qalila. Zgjohu natën, rri natën, përveç një pjesë të vogël të saj. Më flaj pak, natën kaloj në adhurim. Pse? Nëse duhet furnizim, duhet forcë. Ku e merr këtë forcë? Ki mision të madh, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Ne ty kena me të ngarku me një fjalë tron, me një mision vështirë, një mision që ka sfida, ka probleme, çysh kimi ja dal? Natën. Zgjahu forcohesh me adhurim, me përkushtim me kështu me radhë. Pa të ndërvozër, kemi nevojë për një ndarje të tillë, meditu. Një nga smundjet kryesore që ka kaplu njerëzimin sot është smundja e quajtur gafleti. Çka gafleti? Gaflet është një lloj hutije e njeriut i cili habitet pas gjërave të dorës tretë e të katërt, duke i haruar gjërat esenciale. Kjo është gaflet. Për shembull të ndërvozër, vendi unë, Allah në rujt nga këto situata që pëndodhin në përbot, nga këto kriza, nga këto luftra, nga këto trazire që pëndodhin, Allah në rujt, në mbrojt Allah për shërën tyne. Nga se në njësa aspekti e në largë, po në njësa aspekti e në shumë afer, je ndryshim atje, shpejt vjen këtu, du të Allah me lu që Allah të në runet, në mbron. Shpërme për shambu nëse vendi unë një ekspozot në rreziku të caktuar, që rrezikon jetët e njerëzve, pasurit e njerëzve. Në këtë situatë një me menu, verës më poshem ku kërë me shkua. S'pa djetë e kërë më dalë për shpis, poshem ku kalën kriza, menan. Që shtu dhe njëri, për shamë, është duke shku ka Allahu, po shkon ka vdekja ti, ka me pyjtë Allahu për çdo begati, për çdo mirësi, për gjithë ka Allahu ka me vetë, nëse mua me këtë qështje, pse më ka kriju Zoti xhallahu ala, që me kry misionin, me luturin që i ka në këtë dunja, më marrë prioritetet, a i mirë me gjera këtë dorës 4 e 5, duke siguru luksën e tije, punët e tjera. Mirë, ato mëni, kur s'po të nalë, mirë po. Çështja është që duhet me i trajtu qërtë me prioritet. Çka është mas pari prioritet që kjo? Pas e tjera të përë. Pas e tjera të. Prandaj, këtë gaflet, këtë huti që në esil realisht dinamika jetës, kë materializëm i egrë nga gjitha onë që na ka rrethu, duhet më shkput pak për ti, pak qaste më shkput për ti. E që shkput është natës e ditën e përlem, natën i vetmuar, veçti Allahit, shumica njerëzve në gjumë.
Dhutum, flajnë, rahat. Ti qosh edhe e lutë Allahun azza xal. Ti qosh edhe ja çon hallet e tua, brengat e tua. Kërkon që Allah me të udhëzu, me të forcu, me t'i falë Allahu mëkatet, pendohesh tek ai, i kërkon forcë për ditën e ardhshme, i kërkon sukses në angazhimet e tua në ditën e ardhshme. Një vetmim që thash bën me një veten kush je ti. E kur një pastaj parulesh, e gjynzohesh, e turpnohesh, Allahun e madhnon e don sa i kujdesshëm, sa i mëshirshëm është, që këto kuptime që reale që ndodhin, nuk mosh me i kuptu në dinamikën edhe zhurmë në jetës së përditshme. Duhet izolim, duhet pak më të rjek edhe për të me menu. Ku po shkoj? E ardhmja jam? A jam i kënaqur edhe a do të jetë gjendja më mirë nëse për shembull vdes nesër? Të menu këtë punë, kjo realitet, a ka mundësi me ndodh? Ka mundësi me ndodh? Që ka për shembull, po dëgjojmë çdo ditë raste pikëlluese, të mërzitshme, të vdekjes së djemë vetrinë në komunikacion, për shembull. U dalë, nështë për qef u dalë, me kry punë, me bledi qka, edhe nuk kthehet më. Mos flas për situata tjera të smundjeve të papritshme që godasin. Kjo nuk duhet me shkaktu panik të njeri, jo frikë, jo, kjo nuk është qasje duhet, por me shkaktu një lloj vetëdijsimi, vëmendje dhe kujdesi, po, qka pastaj? E din që s'ka këthim mo, e din që s'ka shans mo, e gjitha këto besimtari i kupton seriozisht, e gjitha këto dëmonë nuk ka mundësi sigurtash me i kuptu në dinamikën e jetës, në zhvillimet e shumë të zhurmë në dunjas, problema është të me i kuptu. Duhet më nëllë natën e menuar. Qështu në kam sot pejgamberi alayhi sallam, a i zgjohin natën, erin të gatë natën, problema është, na veç munu më marrë veç i muqu natën. Ama që ka boja është, Aisha radiallahu ta'ala anha thot, një ditë erdhë pejgamberi alayhi salatu wassalam të shtëpia. I lodhën të ditën me njerëz, sa delegacioni, sa problemi, sa pyetja, pasi sa kurthi i hipokritëve me dine, sa lëvizja e armiqve kundër pejgamberit sa gjitha këto veç shpallja mjafton që i ka ardhur sa peshë ronë kon. Me gjitha këto është bëdhaqë pejgamberi alayhi salatu. Ka ardhur i lodhun edhe i ngarkuar, edhe thot Aisha radiallahu anha më tha, o Aisha, a më lenë sonë të dveqohem pak me Zotin ta. Nëse gruaja ka prit, ka hak edhe janë ta, normal, është normale, ka prit burin të nditën, ka nevojë për nejtë me ta, me bisedu me ta, ka nevojë për afërsinë e tina. Nëse pejgamberi sa kishte nevojë për afërsinë e Allahut azza xal. Kishte nevojë. Është kaq se ajo jeta domon me angazhime, me ngarkesa, duhet mu qetësu pak. E ku e gjende qetësi pejgamberi alayhi sallam? E gjende namaz. E kur i tha Aisha, çka tha Aisha radhiyallahu anha? Tha oj dërguar Allahut, ti e din se sa kom qef me kon unë me ty. Ti e din sa kom qef ti me net me mua. I po kom qef shumë më tepër ato që ti e ke qef. Thot Aisha radhiyallahu anha, atë u çu pejgamberi e mori abdes e u kry ka kibla. Thot, filloj me fal namaz. Thot, la tes'el, mësën vetë sa bukur u falke. Mësën vetë sa gjatë u falke. Për na, bukuria, ju në kuptim, sa mirë më i ke shpirin, jo, po sa i përullur, sa i përkushtuar, sa i sinqert ishte namaz. Mësën pëtë se zdi me ta përshu sa bukur duke namazi ti. As mësë pëtë sa gjatë u falke. Mësë pëtë, apëtë. Njëre ka shku Abdullah ibn Mesudi të pejgamberi sa edhe ka qëllu mu falë me të në namazin natës. Tha, filloj pejgamberi sa me lezu surën Bekara. Surën Bekara, surja e dytë e Koranit, ma surës Fatiha. Dhe surja Bekara të nëllëzër, është surja me e gjatë Koran. Surja me e gjatë Koran. Dhe me thonë, i ka afer 50 faqe. E kupton 50 faqe i ka. E tha Ibn Mesudi, filloi surën Bekara. E thash me veti, kur arrin të ajeti 100, bjen ruku. I kënë 100 ajete shka ruku. Tha, i kaloj 100 ajete. Thash, për i lexon 200 ajete, bjen ruku. Tha, i kaloj 200 ajete, edhe nuk shkoj ruku. A kuptoni e së gjatë kjo vëllënjë?
Pastaj tha, unë e vetën tem me nejsha. Edhe për kënej ka surën Bakara dhe shkove rukuatën. Tha, përfundoj surën Bakara me shkove rukuatën. Tha, hyrin surën Ali Imran, surën tjetër e gjatë. E i thash, po e lezëm fillim në Ali Imran, pasaj shkove ruku. Jo, tha, e lezoj kejtë surën Ali Imran, halon kom. Pastaj tha, thash, po e përfundon surën Ali Imran në po bjendë. Jo, tha, vazhdoj surën e Nisa. Deri dëmon e ka kry surën Nisa, pastaj ka shku në ruku. A dini sa i bjen kjo të vëllezër? A dini sa i bjen kjo? Kjo i bjen, dhe më thonë, afër 150 faqat. Mi lezu në veç një reqatë në kom. Edhe jo veç kaq. Thot Ibn Mesudi, pastaj shkoj në ruku. Thot, e në ruku qëndroj sa që dhe në kom, sa ruku e gjatë, vallaj me së me kumë këtë asmetimi dhe është e mundshme. Që njeri dëshmitar ka qenë. Pse? Pse ka thonë pejgamberi sa o ju'ilat qurratu ayni fi s-salah. Kënaqësia e shpirtit tem, freskia dhe qetësia e shpirtit është namaz. Që atje e gjoj pushimin tem, që atje e gjoj rahatin tem. Andaj për shembull ti kurrën me dikon muhabet 5 satësh, ku bon 5 satë se morën vesh. Çfarë do ky rën namaz? Gjithkush me dashën e vet. Kush kanë dhënë? E ka pa dy kurrën rrjete sociale, rrhen aty kur është u bë 3 orë u bë se merr vesh belapton. Pse? Çajo është çit pom përshtypje. Dikush e ka me Kur'an, dikush e ka, gjithkush e ka diku shpirt në zemrën e tij, apo? Andaj për shembull, njëri e vren orën kur hyn në rrjete sociale, rradhu kush e vren atë. Shkojnë gjysore si kur gjë hiç. Si kur gjë shkojnë gjysore. Po gjysore dhe sa më lezu Kur'an. Minimumi lezon 20 faqe. Apo? Çaq. Prandaj të vëllezër, dashnia ndaj Allahut azh të bën që let më të duk qëndrimi në kom, let më të duk lezimi, let kur e don. Ama kur dashnia është në nivelin më të ulët, se kësa që po flasëm, fillon me u lodh, me shur saate, ne zgate, ne bone, normal Allah. Normal. Prandaj vetmia me Allahun të bën që gjitha këtu dyshim i përjetuar. Rën vetë në kom, bën dua sa dush. E keni për të pak më ndryshe. Prandaj kush e arrin një gjendje të tillë, kur çështu e organizon natën e tij, Allahu e don. Allahu e don. Edhe për shkak të gjendjes, edhe për shkak të lutjes, edhe për shkak të vetmisë, po edhe për shkak të asaj që kena folën në fillim, cilës namazi natës nuk është obligim, është vullnetar, apo mos më quaj natën, nuk jenë gjuna, se s'është obligim, sabah është obligim. Po kjo nga dashnia që e ka për Allahun xhallahu ala, nuk e kqyr më është obligim atë është obligim. E ç'e kqyr? A është mundësi apo s'është mundësi? Po mundësi e mirë, e ç'kam intereson mua? Jo, mundësia është e mirë, për shkak se Allahu zbrat e tret, e mundësia është e mirë. Kjo më intereson. Nuk më intereson dispozita, obligim, nuk është obligim. Më intereson a ekziston mundësia? Po mundësia e ç'kja e bën besimtar që ti të me Allahun asgjë. A të vëllazër, lezimi Kur'anit natë është ndryshe nga e ditën. Kërkimi i falës natën është ndryshe nga e ditën. Gjithçka do të ditën nga nata. Nata i ka obligimet e tjera. Për shkak keni pa për shembull, gjitha namazet nga gati obligim kur ditën. E disa janë fillim të natës. Jacia është e mramta. E jacia tash në sa është, më fal, në shtym 2 orë. Apo falem në 7:25, 8 bashkë nga iftari. Po mirë, jacia në 8 kryet. Në 8 sa të kërkus plan. E tani pit 8 dhe den sabah, borë që u kry. Ta është koha e dashnisë. Veç, për dashni kur qohet. Se për tjera për obligim, flajt 8 sabah, së të lashe. Ama ta që i kanë dashnisë, së në bon ratë gjithë natën, pa u që dhe i herë, pa komuniku edhe një herë, pa u lidh edhe njerë me Allah në gjellore, kanë të pa mundë shmatë. Këtë bën veç dashnia për Allah në të barë këtare. E kur ti e bën për dashni, që ka të me a i bën për ty? A i dënë Allahu të barë këtane. A ne të ndërvëzër, të gjejmë ku e mundësi. Nuk po thamë gjatë, për shamu, si kurse për mena është. Mirë po,
mësej vetën që minimumi për shembull, tash Ramazan pe di se qurin si fëre është mundësi, Ramazan 8 ragjent ka. Mas Ramazanit, para sabat, gjysë ore, hajde 15 minuta, ma qau, fale vitrin, bë dua, bëj istikfar, lutë Allah me t'i falë gjunat, me t'nimu Allah gjellewala, e shetë që me konë dita këtë drysha. Gjendje e zemrët këmë konë këtë drysha. So është tash një organizim tjetër, një këthim tjetër të Allah të barë këta. Andaj duke pas për është rëndësinë e kësaj edhe ndikimin e kësaj, djetarët e kanë rështu tek faktor që të bojnë me dashtë Allah në gjellewala, po mbi gjitha të bojnë që ty Allahu me dashtë. Andaj këtë do Allahu e do që vetëmuat me te natën, që ta Allah edhe nërë. Në bëftë Allah për tyne, në bëftë Allah të dashë në Allahun, dashni që në e bënd pastaj të letë adhurimin, e në e bënd të letë përkushtimin, e në e bënd të letë largimin nga ndaluara, e në e bënd të letë largimin nga sprovat, në e letëson dunjan, ahiretin, dhe në jepë Allahu gjellewala gjennetin. Allah e shpërblet me katë për këtë pjesë, e shijemi inshallah prapë në takim nashëm. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.